Komunikatën numër 5 jetë 9 e gjysmë nga 4 parti V, PDK, LDK dhe A, K. Populli i dashur, ne nuk do ta votojmë Vjosën për prezidente. Pse? Sepse ajo qytetar të dashur punonte vetëm për vete, jo për Kosovën. Prezidentja, siç e dimne, siç e dini edhe ju, duhet të jetë e heshtur, të mos flas, të mos fus hundët në politik dhe të jetë një zbukurim institucional në shërbim të liderëve politik. Të nështrohet atyre dhe të busqeshet kur fotografohet me ta duhet me nangue, neve na i kemi votue, na jemi burra, me shpi duhet rend. Ajo nuk duhet me ditë shumë, jo ma shumë se na. Ajo duhet të jetë neutrale mu si Zvicra. Ajo nuk duhet të merret me politik, nuk duhet të marrë shumë vesh në politik dhe të mos të politikane, as të mos këtë ambisje politike. Pse nuk e duam Vjosën? Sepse është tepër pro-amerikane. Kjo, si dihet, është shumë e rrezikshme për shtetin ton të vogël. Ne po luftojmë për ju, jo për vete, qytetar të dashur. Pavarësia, sipas filozofisë son, mbrohet duke u distancuar nga shtetet e fuqishme si Amerika, Kina e Rusia. E pastaj, Vjosa i ka sjell vetëm 4 njohje Kosovës. Më pak se një në vit ne do t'ja sillnim së paku 40, sepse jemi burra. Natyrisht, ajo nuk i ka bërë ato njohje për Kosovën, por vetëm për të fituar mandatin e dytë. Turp, marrja zotit. Ajo është takuar disa herë me Trumpin, jo që të përfitoj shteti i Kosovës, por për fushat, për të fituar vetë, për mandatin e dytë. Madje, sipas filozofisë son burënore, ajo e ka urdhëruar Trumpin të krijoj bordin e paqes. Mu tash kur i duhet asaj, për të marrë pjesë ajo për mandatin e dytë. E ka urdhëruar ta ftoj Kosovën në bordin themelues, e ka urdhëruar ta ftoj në Washington për mandatin e dytë. Pastaj, ajo i ka dërguar një mesazh në celular dhe i ka thënë: "Hey Donald, thuaj këtë mendim kur të takohemi në dy. Vjosa, më telefono kur ke probleme me Serbin." Pra, e ka manipuluar edhe aleatin ton më të madh, edhe sekretarin e NATO-s, jo për Kosovën, por vetëm për mandatin e dytë. Prandaj ne nuk do ta votojmë kur. Ne po sakrifikohemi për Kosovën, për shtetin, për stabilitetin e Ballkanit perëndimor, për paqen në botë, jo për vetveten si ajo, jo si ajo kur. Afria tepër e madhe me Amerikën mund ta nervozoj Serbin dhe të na sulmojë. Ne duam paqe, edhe ne jemi takuar me Grenelin dhe nuk krekosemi. Si që shihni dhe si që dini edhe ju,
qytetar të dashur. Ajo punoi 5 vite vetëm për vete. Është edhe e korruptueshme dhe shumë e korruptuar. Prandaj ne nuk do ta votojmë kur Vjosën, as nuk do t'i lëm prapanicat tona advetare në kuvend. Do t'i marrim me vete, sepse do të luftojmë për ju. E kemi detyrë patriotike. Ju e meritoni, ju a meritoni. Ju na meritoni neve. Vetëm neve. Me refuzimin ton kategorik, ne shpeparm shpeter ton nga armikja që, si që shihet, i dashur hajvanat, e kemi ende në krye dhe mbi krye. Ne lideret e partive kosovare firmosëm këtë komunikat 59 e gjysmë, vetëm për të shpuar Kosovën nga armiku i brendshëm. Firmosur nga Albin Baba, Hala Bedrije, Dada Lume dhe Ramush Qakori.